Odessa u bë sërish objektivi i sulmeve ruse herët në mëngjesin e sejntes, kur një valë e koordinuar dronësh goditi qytetin Port në brigjet e detit të Zi. 2 persona humbën jetën dhe të paktën 15 të tjerë mbetën të plagosur, ndërsa goditjet shkaktuan dëme të mëdha në banesa, institucione dhe infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore. Guvernatori rajonal Oleg Kiper konfirmoi se goditjet dëmton ndërtesa të larta, banesa private, një shkollë, një supermarket dhe disa automjete. Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë ndërtesa me fasada të shkatëruara dhe zjarfikës që përpiqen të neutralizojnë flakët në disa lagje të qytetit. Ndër viktimat u konfirmua edhe një punëtor i hekurudhave, i cili humbi jetën në shtëpinë e tij. Autoritetet hekurudhore njoftuan se përveç dëmtimit të linjës së kontaktit, 3 vagona mallrash janë shkatëruar, por transporti i pasagjerëve po vijon sipas orarit, ndërsa për linjat e mallrave po përdoren rrugë alternative. Forcat ajrore të Ukrainës raportuan se Rusia përdori rreth 170 dron dhe 5 raketa balistike gjatë natës. Nga këto 74 dron u rrëzuan nga mbrojtja ajrore, ndërsa një pjesë tjetër besohet të jetë neutralizuar përmes teknologjisë së luftës elektronike. Megjithatë disa mjete goditën objektiva strategjik, duke shkaktuar një valë dëmesh të koordinuara në jug të vendit. Ndërkohë në Harkiv, një tjetër qytet i goditur rënd nga sulmet e fundit, një dron ka shpërthyer në një stacion karburanti në zemër të qytetit, duke shkaktuar një zjarr të fuqishëm dhe panik në mesin e banorëve. Kievi e konsideron këtë një tjetër përshkallëzim të sulmeve sistematike ndaj infrastrukturës civile dhe kritike, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vazhdon të dënojë valën e bombardimeve ndaj zonave të banuara.